Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pllumpi Linçi. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Keni ardhur. Profesor, shqiptarët e kishin shpresën nga SPAK-u për arrestimet, si për shembull për zonjën Balluku, do të arrestohet tani dhe do të arrestohet më pastaj. Qytetarët janë zëmruar se nuk po arrestohet. Profesor, ju keni thënë që SPAK-u paguhet nga Amerika. Ju vetë keni vënë veten tuaj që paguani taksat në Amerikë. Ç'mund të na thoni? Përshëndetje shqiptar, për herë të parë të më falni që vonohem. Nuk e kam në dorë veten time për arsye se vinë shumë njerëz dhe duhet t'i pres. Nuk mund t'i largoj. Vinë nga larg, vinë nga Evropa. Pra, të më falni një herë për vonesën që jam. Dashur shqiptar, gazetarja më pyet dhe më thot, sidomos mazë emri SPAK-u. Për arsye se unë kam thënë gjithmonë për SPAK-un e për biron kombëtare që paguhet nga taksat e Amerikës. Bilem kam përsëritur dhe veten time sepse janë dhe taksat e mia që janë paguar të SPAK-ut. Po ashtu e dëgjova gazetaren, ka të drejtë thot, shqiptarët, po thuhet të gjithë shqiptarët, janë aq mërzitur sa nuk po dorojnë dot më nga fjalët që dalën nga SPAK-u dhe nga fjalët që dalën në përlajmet, sepse Balluku, mire ka gazetarja, ka 2-3 muaj do arrestohet sot e do arrestohet nesër. Dhe unë kam thënë... A ndodhet në Shqipëri? Edhe unë kam thënë të njëjtë. Po gazetarja e më pyet, a ndodhet në Shqipëri? Gazetarja ka të drejtë sepse është përhapur sot për Ballukun, është përhapur sot më shumë për dëshmitarët. SPAK-u i futi dëshmitarë, jo të fuste në burg, po i la më shtëpi si zotë di të lirë. Pra, gazetarja ka të drejtë dhe shqiptarët që po më shkojnë mua çdo ditë. Për arsye se unë kam thënë shqiptarëve që SPAK-u, biroja kombëtare, paguhet nga taksat e Amerikës. Dhe ai që bën shaka apo tallet me dollarin amerikan e gjen veten jo në burg, por nuk del më nga burgu. E kam fjalën për ju të SPAK-ut. E kam fjalën për ju të SPAK-ut që çfarë s'po bëni në emër të SPAK-ut edhe nuk po arrestoni asnjëri. Dashur shqiptar, SPAK-u e ka për nesër që të mblidhet kuvendi, ky kuvend që nuk e keni zgjedh ju, po janë të emëruar, dhe thonë që nuk do mblidhet nesër, nuk e ka bërë për në plan. Unë i drejtojnë vetëm SPAK. Të thash e më përpara kryetari SPAK-ut, thash edhe sot. Nëse parlamenti, a kuvendi si ta quani ju, e si ta quajnë shqiptarët, që kanë 35 vjetë që vuajnë nga i kuvend, i mallkuar, nga i kuvend që i ka vjedhur, i ka vrarë, i ka nxjerrë për të detit. Nëse nuk vlidhet kuvendi nesër dhe nuk e ka vënë për të gjykuare, për të hequr imunitetin, ju të SPAK-ut bani përgjegjësi penale dhe personale. Bani përgjegjësi për arsye se atë ditë që kryeministri Edi Rama, i them kryeministër për ditët që i kanë ngelur, e largovi nga zyra. Atë kërkesë që bët ju, të thatë s'duhet të jetë në zyrë zëvendës kryeministre, për arsye sepse është në etusi, domethënë është e pandehur. Dhe keni thënë me gojën tuaj, jo me gojën time, keni thënë në parlament që do të dënohet 35 vjet. Do me thënë që i thuash tjetëri do dënohesh 35 vjet, a mund të rrini në Shqipëri, kur ajo është në qeveri, kur është me Edi Ramën, kur policinë e ka Edi Rama, ai kur të doj. Për arsye, nga di doj qefi, sepse ajo është me Edi Ramën. Edi Rama është kryeministër. Edi Rama e ka policinë. Pra, si që po dalën në fjalët edhe për dëshmitarët, sidomos për drejtoreshën, e ka vjedhur, ka dhënë firmat për rrugë, për çdo gjë.
ekzistojnë në ndërtim, pra drejtori o kryetari i SPAK-ut, i prokurorisë, zoti Bra, Bra. duhet urgjent, nëse ti duhet bistosh urgjent me Peleshin, me Peleshat e Peleshve, sepse Peleshi quhet kryetari i SPAK. Pra, më falni, kryetari i kuvendit. Pra, nëse ai nuk flet nesër, ti duhet arrestosh, o ta gjeni ku është, se është puna juaj o SPAK, sepse ju paguajeni dhe shqiptarët janë zemruar me ju. Mua më shkruajnë qindra dhe mira dhe nuk e prisjen që gazetarja të më bënte këtë pyetje. Ka të drejtë në pyetje, sepse SPAK-u, siç e tha dhe gazetari, siç e kam thënë unë, është nga Amerika, paguhet me taksat e Amerikës dhe taksin tim, e të familjes time, e të shumë shqiptarëve. Janë gati 500.000 shqiptarë në tërë Amerikën, në tërë shtetet e Amerikës. Pra, gazetare, unë jam i bindur se kudo që t'jetë, zëvendës kryeministra Balluku, ai do vinë në Shqipëri. E nëse ikë në foleja në Greqi, unë i them tani për tani ta dëgjoj dhe kryeministri grek, Papandreou. Nuk mund ta mbash 1 minutë. Nëse ti e mban, ti do kesh përgjegjësi. Ti di fare mirë që njau gjyshit tënd, babës tënd, do të njaj dhe ty. Nuk ke drejt të bash asnjë strem politik. Pra, duhet vi urgjent ose ka ikur, sipas të thënave të gazetares e të tërëve. Pra, gazetare, kjo do arrestohet, jo vetëm kjo, po do arrestohet të dashur shqiptarë, të jeni të bindur, do arrestohet Niko Peleshi, do arrestohet Balla, do arrestohet Ulsim Manja, do arrestohet Bledi Quqi, sepse do arrestojnë shumë të tjerë, po këta janë që u mblodh ju të SPAK-ut kur vajtët, këta ishin 5 kundërshtarët, do me thënë që nuk donin gjoja të hiqin imunitetin, sepse ata vetë do të hiqin imunitetin. Pra gazetare, ti je qartë, edhe njerëzit që të kanë shkruar se ti je gazetare, ti jenë të qetë shqiptarët, se do arrestohet, jo vetëm ajo po, por edhe Sali Berisha dhe Edi Rama. Profesor, ju keni kritikuar drejtorin e policisë Ilir Proda, që shumë herë duhet të largohet nga detyra. Po ashtu i keni thënë drejtorit Proda të largoj nga policia Elton Alushaj dhe drejtorin e Shkodrës të policisë. A ishte ky një sinjal për zotin Rama për shkarkimin e Prodës dhe Alushaj dhe sot u shkarkuan dhe u emëruan në krye të saj Sokol Bishga? Tash kush e ka radhën? Të dashur shqiptar, gazetarja ka të drejtë që më pyet, që më ka pyetur edhe përpara, dhe unë ka kohë që jam drejtuar direkt drejtorit të policisë zotit Proda. Dhe i kam thënë theksërisht, unë i dua djemt të rinj dhe vajzat e reja se ka nevojë kombi shqiptar për ju, të rinj. Ai ishte i ri. Unë i kishe thënë shumë herë publikisht që mos e dëgjoj Edi Rama, po dëgjoj ligjin e policisë. Mos i shpir policat mish për top në për demonstratat që janë të dyja partit, si Berisha dhe Edi Rama, i organizojnë qëllimisht që të bëjnë rrëmuj në Tiranë, që të fillojë Tirana të digjet, a herë do digjen qytet me qytet. I kishe thënë shumë herë në TV Shpresë. I kishe dërguar shumë herë haber, em telefon kam bistuar, ka kohë, sepse ishe dalë nga ligji. Ndihmonte Edi Ramën, ndihmonte Ballukun duke vjedhur, ishinte me sy. Po ashtu, unë i kam thënë dhe drejtorit të policisë, di 3 herë, largohe Elton Alushin, një hajdut me qisme, i themi ne shqiptarë, ças ka vjedhur ai. Çfarë nuk ka bërë me terroristët, çfarë nuk ka vjedhur ai duket edhe nga koka tamam si qenë
stani. Pra, nuk e hoq. Po ashtu i kam thënë dhe për drejtor e Shkodrës, sepse drejtori i Shkodrës dashur shqiptar në fshatin më të njohur për trimëri Thethi. Unë ka vajtur edhe atje. Drejtori i Shkodrës i prishi, u aprishi shtëpit, që edhe sërbët nuk ishin arritur dot. Arriti me tanke që i kemi fotografuar, bilem e pash e drejtore policisë të Shkodrës, ullur në tavolin, bënte biznis. Me disa njerëz, do me thënë, bënte korrupcion. Dhe i thash, prodit, hiqje sa më parë, a i nuk është hequr. Po unë i drejtojmë tashi Edi Ramës. Edi, dhe gazetare me pyeti kush e ka radhën. Gazetare e ka radhën të gjithë drejtorët e policisë që janë në Shqipëri, sepse ata kanë vjedhur. Sepse ata i dërgojnë policinë, si për shembull tashi që dërgojnë policinë në Shkodër me një fshat rrez detit, rrez mirëthash. Riol. Si e quani? Riol. Riol. Ati janë patriotët në atë fshat. Ata janë, po thuaj, po njerëzit thonë, ku e di ti? Ata janë që është e vërteta që në kone Skënderbeut, sepse familje Skënderbeut dhe varri i tij ishte në Lezhë. Kur e panë që turqit po vinin, do më thënë kishte kohë që të vinë në Shqipëri, a herë do vazhdonte 3-4 muaj, ka rase edhe një vit, ata u larguan nga Lezhë dhe vajtë në stërguan po atje në atë tokë që e kanë të tyre. Pra aty kanë vajtur në Siqeli të Italisë. Pra janë larguar. Ata janë patriotët. Pra u i thoshe të policisë dhe i them Edi Ramës, mos luaj me zjarrin, sepse ata janë trima, ata janë vërtet shqiptar, puro shqiptar, nuk janë të erdhur si disa që janë në qeveri e kanë qenë në qeveri ka 35 vjetë, janë çoben, kanë erdhur nga Rumania. Pra, ata janë puro shqiptar, ata janë strimpat e Skënderbeut. Pra, Edi Rama e ka nëzëfsuar me një tjetër, që e ka emrin e një policie tjetër. E mund të shojmë në foto? Po. Sokol Bizga. Sokol Bizga. Për Sokol Bizgën unë kam dëgjuar Berishën që flet, është thot kriminal, nuk është njeriu i mirë, është anti-shqiptar nga Berisha, në për demonstrat. Kurse unë i them Sokol Bizgës, ju jeni ushtaraku i vjetër, unë një. Mirë, për puni që ju e po bëni. Nëse ti merë urdhë nga Sali Berisha, për të shaje, dhe nga Edi Rama, ti do përfundosh më keq se drejtori. Për arsye, sepse demonstratat që i bejnë të dy janë bashkë për të bërë rëmuj. Nëse ti ndjek ligjin e kushtetutës, ti do t'jesh policë përsëri. Në qoftë se ti lejon demonstrate që do bëhet mbas 2-3 ditë prap, mendojnë që të shkojnë e të djegin, ti do mbash përgjegjësi penale dhe të gjithë të ligat e drejtorit të parë do të vjen ty, zoti Sokol Bizga. Pra, erdhi koha zoti Bizga të mbash policin të drejt, nëse preket një polic, nëse i hidhet kapela një polici, ti do mbash përgjegjësi. Sepse policia merr, ti e di fare mirë, Bizga, që merr $600 në muaj. Pra, policat janë slave, edhe nuk mundet t'i lini të bëjnë mish për top, për qefin e 2 personave, them 2 personave, të Edi Ramës e të Berishës, për të mbrojtur familjet e tyre, për të mbrojtur hajdutët, për të mbrojtur kriminalët, që e kanë bërë Shqipërinë për 35 vjetë çfarë si bën. E filluan me piramidat, e filluan me 97-ën, 5.000 të vrarë, vajtën, shitën dhe naftën sërbis, duke a shitën për edhe pa para, e bërnë edhe Gërdecin, përsëri gjeta rastin t'i them, gjyqtarit të Gërdecit, do mbash përgjegjësi penale
sepse ti atë gjyq duhet të kështë mbaruar me kohë. Mos u merr, mbaroj gjyqje sa më parë, para se të arrestohet ai që keni gjyq, pa të mirë me diu. Pra, beshgës i them, mbaj ligjin, mos i lërë policat të digjen për mish për top. Por, duhet t'i arrestosh në flagrancë, kushdo qoftë, Edi Rama, Berisha, kushdo qoftë, quhen terrorist. Do me thënë edhe Franca lajmërovi, e Gjermani lajmërovi, dhe Evropa lajmërovi që PD-ja është këthyen në terrorizm. Pra, gazetare, shumë drejtorat e policisë do arrestohet, se ata janë shkaktar, por nëse ata i kthejnë mendjen dhe mbrojnë policinë dhe nuk marrë mend e Sali Berishës dhe të Edi Ramës, po e përsërit të dy emrat se janë të dy bashkë dashur shqiptarë. Por erdhi fundi këtyre. Profesor, qytetarët shqiptar, por dhe ato të Durrësit, janë shumë të shqetësuar për mujahidinët që ndodhen në kampin e Manzës. A keni ndonjë sqarim për këtë? Shqiptarët e mi, siç u kam thënë para 2 muajve, u kam thënë që lufta e tretë është gati për të bërë. Dhe u thashe para disa ditëve që lufta filloi. Vërtet, lufta ka filluar shumë e hidhur. Shumë e hidhur për disa shtete. Jo për një shtet, po për disa, po thuaj, për shumë shteteve në Evropë e në lindjen e mesme. Bombardimet kanë filluar serios, nuk është shaka. Pra, gazetarja më pyet për mujahidinët që kanë ardhur në Durrës. Po, janë 3.000 veta. Shqiptarët vërtet edhe mua më kanë bërë shumë telefone, pavarësisht se nuk i kam zënë se s'kam kohë, shumë kanë dërguar në YouTube dhe thonë jemi në merak, a mos na godasi Irani. Dashur shqiptar, rini të qetë, por me një kusht. Në Durrës janë 3.000 terroristë, ju i shihni dhe vetë. I dëgjoni dhe zhurmën e tyre si bërtasën në tokën e Shqiponja. Mund ta dëgjojmë zërin në tokën e Shqiponjave. Ju mund ta dëgjoni 1 minutë zërin e tyre. Mbaj 1 minutë kur të dalë kryesori i këtyre. Okej, mbaj këtu. Vetëm qëndroj këtu. Jo, që dojem poshtë. Okej, lere këtu. Të dashur shqiptar janë 3.000 veta. Por janë specialista. Janë terrorista. Nuk është shaka. Po unë i them Edi Ramës. Nëse ndodh diçka, ti do mbash përgjegjësi së bashku me Sali Berishë. Sepse ju i keni pranuar 3.000 terroristë. Ata janë specialistë. Ata kanë bërë shkollë për terrorizëm. Ata mund të bëjnë çdo gjë. Brenda 10 minute ata mund të bëjnë bombë të vogël për të hedhur. Pra dashur shqiptar, nëse ndodh gjë, Edi Rama duhet mbash përgjegjësi, mos dilë dhe bëjmë mbledhjen e PS-s për zgjedhje. Kon të zgjedhësh prap apo dikush, o Edi, po të flas Edi. Tosja tënde është bërë shumë e keqe. Arrite se lufta e tretë ka filluar. Irani mund t'i godasjen. Pra pse të dëmtohen njerëzit që janë Durrës? Pra arsye sepse ata janë kriminal. Janë kriminal si në Iran që janë edhe ata të kriminal. Pra Edi Rama urgjent duhet t'i marrësh e t'i shpesh në port, e t'i hedhësh në një vapor e të thuash shkoni ku do qefi ju. S'kini vend në Shqipëri. Shqipëria nuk është pazar. Si që keni bërë pazar 35 vjetë. Njërë shisni detin, njërë shisni tokat e Shqipërisë të pronarve të likshme,
çfarë nuk po keni bërë në këtë tokë e në Shqipëri. Pra, erdhi fundi juaj, Edi Rama, erdhi fundi i Sali Berishës, erdhi fundi tënd, erdhi fundi hajdutëve dhe i kriminalëve. Pra e njëherë, thanë 3.000 e ca veta dashur shqiptar, ja e thënë ka dhe vetë me të shkrojtur mbi 3.000, thënë ka mbi 3.000, pra janë në Durrës, Manz, në më thënë, afër Durrësit. Po, jini të bindur dashur shqiptar, Irani nuk mund të dëmtojë Shqipërinë. Si që thash e një herë, unë jam i bindur se i ka dërguar notë Edi Ramës ka 2 ditë. O largoj, na i sill pako, ose ne do t'i godasëm ata. Pra, shqiptar, mos u mërzitni, për çdo gjë dhe ju që jeni jashtë që keni prindrit, pra shqiptarët kanë të drejtë të ngrihen këto ditë në Durrës e thonë duam t'i largosh të 3.000 veta për vendit tonë. Sepse Shqipëria është e shqiptarëve e nuk është Shqipëria e asnjë të huaj. Pavarësisht se ka 35 vjet që e kanë shitur Shqipërinë, s'kan ligje pa bërë, por ne ditën që shkojmë në zyrat e reja, çdo gjë brenda orës largohen çdo njeri që është huaj, që s'ka të drejtë të rrinë në tokën e Shqipërisë. Shqipëria është e shqiptarëve, mjaft gjak është derdhur në kombin e Shqipërisë. Me mira vjet, me qindra vjet dhe këtë dekadën e fundit, ka 85 vjet, 46 vjet me regjim bolshevik, janë vrarë patriotët, janë vrarë trimat, niprat e tyre i kanë burgosur, i vranë në përburgjet, në përkampin të intrenimit dhe më në fund të bën Shqipërinë kamp intrenimi me tela. Pra, shqiptarët e mi e di që jeni 3 milioni gjysmë që keni ikur nga shqiptarët. Keni ikur nga këta, jo nga tokë e Shqipërisë. Keni ikur nga këta sepse ju keni patur zgjuarsi, ju dini shumë gjuhë, ju jeni vërtet të Shqipërisë. Ata kanë mbajtur ignorantët, kanë mbajtur ata deputet që shini ju që ziren e bën. Pra gazetare Shqipërisë nuk i do tha asgjë, jo vetëm Shqipërisë, kur them Shqipërisë me kufi natyrore të më kuptoni, Kosova, Malizi, Maqedonia e Aleksandrit, nuk preket me, sepse tu është ushtria speciale amerikane, nuk është sot, ka kohë dashur shqiptar. Çdo vend zere që në Maltëzi, shkon në Kosovë, nga Kosova në Maqedoni, nga Maqedonia në Shqipëri që jemi ne sot për sot se jemi ndarë 4 pjesë. Pra, jeni të qetë. Por, përsërit, nëse keni njerëz të huaj, lajmëroni me mënyra tuaja të largohen nga qytetet kryesore. Është më mirë, po të kalojnë në disa larg qyteteve, është më freskët e janë më të sigurt. Pra, nuk dua asnjë shqiptar që të bëhet miq top për armiqt tonë shekullor. Ata na kanë vrarë, ata na kanë coptuar, ata na i marrë çamërinë e bukur, ata na i marrë fushën e Kosovës ja dhan Titos, ata na izoluan brenda Shqipëri e bën, si që thash më parë, kamp përqendrimi. Pra ne nuk durojmë dot, nuk do lejmë dot, pavarësisht se këta shitën detin, që ç'bënin, por sa jemi ne gjallë, nuk kam për të marrë asnjë pjesë. Ne kemi për të marrë, sepse ne jemi me kufin natyrore e kemi pothuaj e Siqelin tonë. Atë e ka marrë Skënderbeu dhe është tona. Por të marrën këto që jemi afër, të bëjmë me presidencë, jetë Bashkimi i Shqipërisë, Kosovë, Malizi, Maqedoni. Shqiptarët e mi, të keni kujdes, erdhi koha e fundit, afroni familje me familje, që ka futur të huajt, spionazhi, që të përçajnë familjen, të përçajnë djalin nga baba, të përçajnë vllan nga motra, të përçajnë fqin me fqin, të përçajnë lagje me lagje, fshat me fshat, e më në fund qytet me qytet. Pra, gjithë të rinj që janë, erdhi koha e juaj, ne u bëm thirrje e janë në shpresë kombit. Ne jemi për ju.
i kemi ardhur qëllimisht për ju, për ta bërë Shqipërinë. Mua më dërgojnë me mira e me mira njerëz nga Evropa, nga Amerika, qajnë me lot, duan të rikthehen në Shqipëri. Ne na shëgojnë me qindra dhe me mira, edhe me milion. Kemi arritur mbi 10 milion që na shëgojnë në TV Shpresën. Pra, ju e keni parë, e kanë nxjerrë shumë herë në televizor se sa milion na shëgojnë ne. Pra, mund ta gjesh revizor edhe njëherë, ja për dashur shqiptar, që është realiteti që na shëgojnë ne, që shëgojnë Shpresën, që shëgojnë të rikthehen në tokën e Shqipërisë, sidomos tani që është lufta e tretë botërore, shqiptare, po a them drejt, është shumë e hidhur. Është e hidhur për disa shtete. Dohet shumë e hidhur. Bersa po provokojnë edhe Turqinë. Pra, Egjiptin kudo kanë rënë misllat. Domethënë, në çdo vend, në Izrael. Izraeli është dëmtuar jashtëzakonisht dashur shqiptar. Pra, por nga ana tjetër, erdhi koha jonë. Erdhi koha e çlirimit të Shqipërisë, erdhi koha atë që kanë ndeshur stërgjyshët tanë, erdhi koha e patriotëve, e eshtrat e tyre nuk kanë gjetur rahat, sepse Shqipëria është e robëruar nga shqip folësit, nga mizat e kalit, por do vi koha me ju shqiptar, po shëgoj drejtje në sy, e janë sa më parë një shpresa e kombit. A keni diçka për të thënë shqiptarëve, qytetarëve shqiptar? Unë s'kam gjë për t'i thënë shqiptarëve, vetëm shqiptarëve t'u them, kudo që jeni, ruhuni. Edhe në Shqipëri, mos besoni njëri tjetër, sepse janë shumë spionazh që u janë futur për të përçarë. Mos shëgoni dy partit dashur shqiptar, të dyja janë anti-shqiptare, e keni parë dhe vetë. E keni parë vetë të 6 muaj, se kush është PD dhe kush është PS, janë bashkë. E keni parë vetë si vjen zjarri. E keni parë vetë si i djegën polica, u hedhën benzin. Kjo është krim, kjo është terrorizm. E kanë bërë qëllimisht për të vrarë policat e shkretë. Pra, pa rrogë, marrën $600, disa marrën 500, ata që hynë të rinj. Pra, erdhi koha e juaj, duroni këto ditë, ne shumë shpejt kalojmë qeveri, domethënë në zyrat e reja, sepse unë sot po flas në emër të misionit tim, në emër të kryeministit të qeverisë teknike. Daç u vinë mirë, daç hidhroheni. Do bëhet Shqipëria me president të zgjedhur nga shqiptarët, do bëhet Shqipëria me 80 deputet të zgjedhur nga shqiptarët që kanë 85 vjet nuk kanë bërë zgjedhje, me 41 senator, me 3 drejtori, policia, Qobëruja Kombëtare që është do quhet FBI-ja dhe inteligjenca shqiptare për të mbrojtur kopin e Shqipërisë dhe kombin e bekuar të Amerikës. Pra, shqiptarët e mi u biftes përsëri. Ejani sa më parë. Ejani në kjo shpresë dhe mos dëgjoni më dy partit, ato janë, siç e thash, anti-shqiptare. Ata u kanë vrarë, ata u kanë vjedhur, ata u kanë përzënë për të detit, ata desh të shisin edhe detin, po jemi ne gjallë, ne kemi qamërim për të marrë. Pra, erdhi koha e jonë, nëse ju nuk dini, nuk do dini këtë radhë, do e shumë vonë. Unë them ejani sa më parë, sepse nuk e bidot me vetëm Pilinqi. Pilinqi ka erdhur për ju. Pilinqi është për ju. Pilinqi është shërbëtori i shqiptarëve. Por, unë dua shumë të rinj, të reja, që të vend të zenë vendin e duhur, sepse nuk duhet një. Në shtet, në qeverinë e re, të pak nuk duhet 2800 punojës, ekonomist, inxhinier, profesora, doktora, duhen njerëz më të aftë. Këto jam i bindur se i ka Shqipëria. Këto janë jashtë shtetit që din nga 4-5 gjuhë, unë i shoh që më dërgojnë çdo ditë, jo me qindra, me mira që më dërgojnë që duan të vinë e të zenë vendin e tyre. Pra, ejani shqiptar,
e janë këtyre të bëjmë gjyq popullor, i qojmë në përburgjet, të hapën burgjet janë sot, dhe t'i vem këta, dhe të hapën me qilizm, me kasmë, të hapën rrugët, ta fillojmë Shqipërinë nga e para. Ta fillojmë si viti 90 dashur shqiptar. Rrugët të bëhen moderne, nga e para, se këta rrugët i kanë bërë qëllimisht për të vrarë. Ka e pat se që bë në rrugën e Elbasanit për Pogradec e Korç. Dashur shqiptar, nuk bie vetë. Pra SPAK, pra Qela, do me thënë, krye prekurori i Shqipërisë, mos fli gjumë, se do e të vonë për ty. Shëgo, se gjbe, mos rri gjumë, mos i mbaj prekurorit që janë me qindra që marrën gjakun e shqiptarëve, po veri në shërbim, ai që thyen, ai që djek, cilësohet terrorist. Terrorizmi kur arrestohet, edhe në kushinën e 10 i ketë pasurit, ati i blokojnë. Pra, dashur shqiptar, të gjithë këta do quhen terrorist. Natën e miru pafshim nesër në orën 3, përsëri të më falni qofse vonojmë më 30 minuta, o 20 si tjetë puna, edhe në orën 6 mbasdite. E njëherë kërkoj falje për vonesën, por nuk kam që bëj, sepse më vinë shumë njerëz. Erdhi koha e shqiptarëve, erdhi vdekja e tradhtarëve, e mizave të kalit, e shqipfolsve, e atyre që kanë erdhur që janë shqiptarë, që quhen shqiptarë. Natën e miru pafshim të dashur shqiptarë. Profesor, falenderoj. Të dashur miq, shihemi transmetimin e radhës. Faleminderit.